Këto ushqime zvogëlojnë natyrshëm inflamacionin në trup, konsumojini më shpesh. Nëse dëshironi një meze të lehtë për të ulur urinë, zgjidhni kombinime të shëndetshme ushqimesh që zvogëlojnë inflamacionin në trup. Por, siç pohon Health, këto ushqime jo vetëm që zvogëlojnë inflamacionin, por janë gjithashtu të pasura me antioksidan, yndyrna të shëndetshme dhe lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin. Feta molle me gjalp kikiriku. Mollët janë plot me fibra dhe antioksidan. Fibra mbështet një mikrobiom të shëndetshme të zorëve, e cila ndihmon në uljen e inflamacionit në trup. Antioksidantët janë komponime bimore që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave duke neutralizuar radikalet e lira. Radikalet e lira janë molekula të paqëndrueshme që mund të shkaktojnë inflamacion dhe dëmtim të qelizave. Zhytni mollët e prera në gjalp kikiriku për një dozë shtesë proteinash, yndyrnash të shëndetshme, magnezi dhe vitamine E, të gjitha lëndë ushqyese me veti antiinflamatore. Humus dhe perime. Humusi, i bërë nga qiqrat, është një burim proteinash me bazë bimore. Ai gjithashtu përmban fibra dhe antioksidan. Kombinojeni atë me perime shumë ngjyrëshe si speca, karrota dhe kastraveca për të shtuar fibra dhe një shumëllojshmëri përbërësisht të shëndetshëm bimor. Qiqrat të pjekura. Qiqrat e pjekura krokante ofrojnë një alternativë të pasur me fibra dhe proteina ndaj patateve të skuqura. Ato janë gjithashtu të pasura me antioksidan mbrojtës. Rregullojini me erëza si shafrani indis dhe xhenxhefili, të cilat kanë treguar se ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Shtoni një maj piperi të zi për të rritur përthithjen e shafranit të indis. Për të bërë qiqra të pjekura në shtëpi, kullojini dhe shpëlani qiqrat e konservuara dhe përzjehini me vaj ulliri dhe erëza. Piqini në 200 gradë Celsius derisa të marrin ngjyrë të artë dhe të jenë krokante. Ruajini në një enë hermetike për një meze të lehtë për të marrë me vete. Ara me çokoladë të zezë. Një përzierje e bërë me ara, fara dhe disa copëza çokolade të zezë ofron një kombinim të kënaqshëm yndyrnash të shëndetshme, antioksidantësh dhe fibrash. Përfshini ara për një rritje të yndyrnave omega-3 antiinflamatore. Zgjidhni çokoladë të zezë me të paktën 70% kakao për të marrë përfitimet më të mëdha antioksiduese. Për një alternativë edhe më të shëndetshme, përgatitni përzierjen tuaj me fruta të thata të pambëlsuara dhe ara të kripura lehtë për të kontrolluar sheqerin dhe natriumin e shtuar. Sallatë me ton dhe krisur gruri. Sallata me ton është një meze e lehtë dhe e pasur me proteina që mbështet shëndetin e zemrës dhe trurit. Për të ruajtur përfitimet antiinflamatore, zgjidhni ton të paketuar në ujë ose vaj ulliri dhe përzjeheni atë me kos grek. Për më shumë shije dhe antioksidan, shtoni selinë të grirë, qep të kuqe ose bim të freskëta si kopër ose majdanoz. Shërbejeni sallatën me ton me krisur integrale për më shumë fibra dhe krokante. Përzierja e proteinave, yndyrnave të shëndetshme dhe karbohidrateve ndihmon në ruajtjen e energjisë së qëndrueshme dhe parandalon rënjet e pastites. Bukë e thekur me avokado. Avokadot janë të pasura me yndyrna të shëndetshme dhe antioksidantë si vitamina edhe karotenoidet. Lyeni avokadon e shtypur në bukë me drithëra të plota ose me fara për një meze të ekuilibruar që ofron fibra, karbohidrate komplekse dhe yndyrna të shëndetshme. Për më shumë shije dhe lëndë ushqyese, shtoni domate të prera në feta, thekon speci djegës ose pak vaj ulliri. Për t'ju mbajtur të ngopur më gjatë, shtoni fara ose një vezë të zier pa lëvoshk. Kos me ara dhe manafera. Ky ushqim i lehtë ofron një përzierje probiotikësh, antioksidantësh dhe yndyrnash të shëndetshme. Kosi ofron kultura të gjalla që mbështesin shëndetin e zorëve, ndërsa arat ofrojnë yndyrna të shëndetshme për t'ju ndihmuar të ndiheni të ngopur. Manaferat shtojnë antocianina, pigmente bimore që ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira që shkaktojnë inflamacion. Zgjidhni kos grek të pasheqerosur për proteina shtesë dhe më pak sheqerna të shtuar, pasi shumë sheqer mund të përkeqësojë inflamacionin. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.